Ngen Villas është projekti më i ri i vilave luksoze inauguruar në pikën turistike të Erasmës. Kompleksi i përbërë nga 3 vila i konceptuar për të sjellë një standard të ri turizmi në Qarkun Shkodër, është një tjetër kur i çmuar në pasurimin e resurseve të cilat kanë tërhequr me mira turistë ndër vite. Administratori Avni Bruçaj tregon si lindi ideja për të realizuar këtë investim në vendlindjen e tij. Lindi ideja që më bëu diçka të lezetshme për vendin, për zonën, edhe që më bëu diçka të veçantë, me krye standard tjetër në Alpet shqiptare. Bash më dhe pak më afër Shkodrës. Na boton bosh me bëu diçka të lezetshme, të bukur që më i shërby edhe komunitetit, edhe vendit me diçka të lezetshme. Ja vetëm thjesht me krye standard pak më nel se sa është për moment. Unë ju sugjeroj tonëve se ne punojmë, jetojmë ne, investojmë ne, edhe ju sugjeroj tonëve ta provojnë pak një herë me investu këto, se sinqerisht njësia me investu në vendin tanë është tamam e veçantë. Tamam diçka që se kam përjetuar atje, pavarësisht që mund të kena bërë gjona edhe më të mëdha, më të vogla, po kënaqësia, eksperjenca që kam përjetuar këtu ka kanë shumë domethënë. Struktura e perfekte për familjet apo grupet e vogla të turistëve i bëjnë këto vila edhe më të preferuara. 2 lloma gjumit edhe 2 banjo, deri në 6 vet. E kena lënë ideja që me kriju një standard të ri, me menaxhu njerëzit, sa njerëz vinë, edhe që me kriju kushtet maksimale, domethënë 6 vet për çdo vilë. Aja para është pak më e madhe, mund të akomodu deri në 8. Për zgjedhja e Erasmës si vendin ideal për të ngritur këtë kompleks vilash është një tjetër pikë e menduar mirë para fillimit të investimit. Tethi normalisht ka vlerën e vet, Valbona kështu, po kjo Erasma është pak më shkodrone besoj. Edhe kjo ishte ideja. Ngen ideja që familja jeme gjyshi ka prej plav Gucis, Vullaj, pra Malsor, kena orë kënej, edhe ja ku jena të shprep ngen. Duke e filluar nga kjo hën, Ngen Villas janë të aksesueshme në të gjitha platformat digjitale, kështu ju mund të rezervoni për të përjetuar një eksperiencë të paharrueshme në ndërthurjen perfekte mes natyrës dhe luksit të arkitekturës së vilave.